Rruga me malin e zi e mbyllur për kamion, qarkullimi normal për veturat, qendra kombëtare për menaxhim kufitar njofton se rruga që lidh Kosovën me malin e zi aktualisht mbetet e mbyllur për kamion. Sipas informacionit të siguruar nga zyrtarët kufitar të malit të zi, vendimi është marrë për shkak të gjendjes së rënduar të rrugës në territorin e tyre, e cila nuk lejon qarkullimin e automjeteve të rënda, ndërkohë, për automjetet e udhëtarëve, qarkullimi po zhvillohet normalisht, por vetëm me pajisje dimërore. Autoritetet apelojnë që drejtuesit e mjeteve të respektojnë kushtet e sigurisë dhe të jenë të pajisur sipas rregullave sezonale. Nga ana tjetër, pjesa e rrugës që mirëmbahet nga autoritetet e Kosovës është e kalueshme dhe nuk paraqet probleme për qarkullim. Ekipet për mirëmbajtjen e rrugëve ndodhen në terren dhe po punojnë për të garantuar sigurinë dhe funksionalitetin e plotë të segmentit rrugor. Sipas njoftimeve zyrtare, pritet që rruga të hapet edhe për kamion sapo kushtet atmosferike dhe gjendja e rrugës në anën e malit të zi të përmirësohen. Autoritetet do të vazhdojnë të informojnë qytetarët për çdo ndryshim të situatës.